Është shumë i rëndësishëm për hetimin nëse thyet. Po nëse ky nuk bashkëpunon? Një, si gjithë të tjerët aty brenda. Që rrezikon? Po roli i tij. Çfarë rrezikon ky? Po minimalisht ky rrezikon. Se flasim për karrierën. Po. Minimalisht ky rrezikon më shumë se 12 vite burg. Jo 7. Ky ka shpërdorim detyre e cila fillon 3 me 7. Ja po marrim një mesatare 5. Ky ka korrupsion të prokurorëve, gjyqtarëve ose të tjerëve që punojnë në organet e drejtësisë, e cila minimalisht është 7. Përveç kësaj, ka edhe akuzën e nxjerrjes së sekretit shtetëror, e cila është 3. E gjitha kjo në përfundim mund të lidhet për ta lidhur atë me trafikun e drogës apo në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Këto do ta çonin ato në një dënim minimal 12 vjet. Minimal 12 vjet burg dhe maksimal i afrohen më shumë se 20 vite. Më shpjego diçka, në komunikime që ti ke me eksperiencën tënde, po si mundet që një person i cili punon në radhët e policisë të bjerë në këto nivele të komunikimit sa pa shumë? Që do të thotë, ne flasim për ditë që shiko se s'ka e enkro për gjohen, këta e dinë më mirë se unë se ti... S'ka e enkro këta e kishin të pathyeshëm në kohën që kanë folur. Pra, edhe çështja nuk është e 2025, çështja është e vitit 2021. Që ishte koha kur ta flisnin. Përpara 4 vjetësh ky në këto 4 vjet të tjera ai ka bërë dëme shumë të mëdha për hetimet, po ato ne nuk i dim. Me logjik, po, me prova asgjë. Dim që në celularin e tij, i cili është marrë. Jo, ideja është ku